Situata e zjarreve në qarkun e Lezhës vijon të mbetet problematike me disa vatra aktive në territorin e bashkive Kurbin, Lezhë dhe Mirdit. Sipas të dhënave të mbrojtjes civile, moti i kthjellët dhe i nxehtë po krijon kushte të favorshme për përhapjen e flakëve. Në bashkinë Kurbin vijon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Mal Milot, në njësinë administrative Milot. Gjatë natës në terren kanë punuar 35 forca bashkiake, 20 efektiv të forcave të armatosura, si dhe mjete zjarrfikse nga FA Kurbin, Lezhë dhe Kam. Në dispozicion kanë qenë edhe 2 autobote për furnizimin me ujë, ndërsa në orët e para të mëngjesit të së premtes kanë bërritur 2 mjete zjarrfikse të forcave të armatosura, të cilat kanë nisur ndërhyrjen kryesisht për mbrojtjen e banesave. Gjithashtu 30 efektiv të FA-s janë angazhuar në terren të ndarë në 2 grupe për vijimin e operacionit. Në bashkinë Lezhë, zjarri i ardhur nga zona e Vrithit në Puk të vijon të jetë aktiv në malin e Kashnjetit në drejtim të fshatrave Kashnjet dhe Kalivaç. Në terren ndollen forca të shërbimit pyjor dhe të njësive administrative. Terreni i vështirë dhe i thyer nuk mundson ndërhyrjen me mjete zjarrfikse, duke e bërë operacionin më të vështirë. Në bashkinë Mirdit, vatra e zjarrit në fshatin Raja Velës në njësinë administrative Rubik është izoluar dhe aktualisht raportohet e fikur. Megjithatë, për shkak se zjarri është faqur 3 herë gjatë 2 ditëve në zona pranë njëra tjetrës, vatra vijon të mbahet nën monitorim nga forcat e njësisë administrative. Ndërkohë, vijon të jetë aktive vatra në fshatin Perlatisipërm në njësinë administrative Kthell, si pjesë e vijimit të zjarrit nga zona e Lufajve. Në terren po punohet për izolimin e saj me 1 mjet zjarrfikës, 4 punonjës të shërbimit zjarrfikës dhe 8 forca të shërbimit pyjor. Aktive mbetet edhe vatra në fshatin Shtuf, njësi administrative Kaçinar. Në pjesët ku terreni ka lejuar ndërhyrjen, janë përdorur mjetet zjarrfikse, ndërsa në zonat më të thepisura, ndërhyrja me mjete është e pamundur.